Pas promovimit të poezive në Universitetin Harvardit, poetesha Armenida Qyqja i nisi në Shqipëri prezantimet e librit të saj të ri poetik nga Universiteti Fanoli i Korçës. Në ambientet e Fakultetit të Edukimit e Filologjisë, autoria zhvilloi një diskutim për vëllimin hieroglifet e mallit. Aktiviteti mblodhi pedagog, student e shamirë të letërsisë e krijues të qytetit Korçës. Mes emocionesh dhe interpretimesh artistike, libri u prezantua nga moderatoria Katerina Cifligu, si një udhëtim poetik i mbushur me ndjenjë, mall, kujtime dhe reflektime njerëzore. Të pranishmit ndaluan veçanërisht tek gjuha e pasur poetike dhe mënyra origjinale me cilën autoria sjell botën shpirtërore përmes vargut. Gjatë promovimit, Armenida Qyqja falenderoi të gjithë mbështetësit e saj dhe u shpreh se ky vëllim është një përmbledhje emocionesh e përjetimesh të kthyer në poezi, ku malli shfaqet si një gjuhë universale e shpirtit njerëzor. Besoj se pa dashurinë jeta nuk të vazhdojë, nuk mund të ekzistojë dhe do të jetë në një qenie robotike njeriu nëse vdes ajo. Dhe ndake ngulmoj kaq shumë që ti evokoj asaj. Madje edhe temat sociale ti paraqes si një dialog me të dashurin tim, për t'i bërë ato akoma dhe më të ndjeshme, për t'i thënë botës që unë nuk ekzistoj thjesht në këto botën magjike të dashurisë, gjërave të bukura, unë e shikoj realitetin është këtu përpara meje çdo ditë, më thërret fort, më thërret emri. Në aktivitet folën pedagog të cilët e cilësuan librin si një kontribut të vyer në poezinë bashkëore shqiptare dhe një dëshmi të ndjeshmërisë artistike. Dashuria, malli, ndarja dhe humbja janë tematika që trajtojnë me një ndjeshmëri të veçantë në këto poezi. Poetët në përgjithësi i kanë dhënë kuptim këtyre ndjenjave, një kuptim të ri, duke i lidhur me përjetime shoqërore dhe personale. Pikërisht Armenida i përket këtyre zonave poetik që zhndrojnë ndjeshmërinë e shpirtit në art. Dhe poezia e saj është një shembull i qartë i poezisë femërore bashkëore shqiptare. Poezia e saj është botuar edhe në revista dhe antologji letrare, në disa vëllime, ndërsa hieroglifet e mallit, libri i saj më i fundit me poezi, është ndër vëllimet më përfaqësuese. Ajo ka ndërtuar gradualisht një profil tashmë të konsoliduar krijues, duke shkruar poezi, prozë, reflektime letrare në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze. Përveç shkrimtarisë së saj në shqip, sikurse tham, ajo ka botuar një sër veprash në anglisht. Mbi të gjitha ajo ka dhe një blog të saj, tek i cili ju mund ta ndiqni vazhdimisht në mënyrë koherente. Ajo poston atje dhe është një blog aktiv, i ndërtuar me shumë kujdes, ku ju të gjithë mund të vini diçka nga koha juaj për të njohur më tepër autoren. Promovimi u mbyll me duar trokitje në shkrim e libresh nga autoria e tij. Në fund të shtrekut, dy sy. E brava. E brava prap gjumen. E mbyta pa zhurmë me pa gjurmë. Njollat e gjakut që atje mbërritën ishin trëmadit që s'bën dot aty.